3 vite më parë, në këtë sallë, autoritetet e Ministrisë së Brendshme, përfaqësues të lartë të qeverisë zvicerane, prezantuan përpara partnerëve vendor, shoqërisë civile, komunitetit, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare, fazën e dytë të programit për zhvillim lokal e decentralizim. Një fillim i ri në vijim të një përvoje të krijuar fillimisht në 8 njësi vendore të qarkut të Shkodrës, do të shtrihej akoma më tutje në 54 njësi vendore të qarqeve Shkodër dhe Lezhë. Politikbërës, ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar, kërkues shkencor, administratat vendore, këshilltar, shoqëri civile, përfaqësues të komunitetit, do të kontribonin të gjithë së bashku për ndryshimin. Mirdita, doja të përshëndesja së pari programin, po edhe gjithë bashkëpunëtorët tanë në program. Dhe si që është zakoni, do doja të bëj një rezume të shkurtër të kësaj pjese të programit për zhvillim lokal të financuar nga Konfederata Zviceriane, që në fakt është plotësisht në linjë me prioritetet dhe punën që ne bëjmë, qeveria bën në Shkodër dhe të zgjedhur vendor bëjnë në Shkodër. Është një program që ka mbështetur qeverisjen e mirë. Ka shkuar në linjë me prioritetet e qeverisë shqiptare, qoftë për rritjet pjesëmarrjes dhe transparencës në vendimarrje, qoftë edhe për atë që ne quajmë thjeshtëzim qeverisje, one stop shop dhe zyra të tjera. Po ka një rëndësishëm programi është në përdorimin efektiv të fondeve publike, apo rritjen e praktikave të mira për një zhvillim strategjik shumë më të kombinuar me njëra tjetër. Ne kemi synuar dhe mendojmë se jemi të kënaqur edhe në një tjetër komponent të programit, atë të përdorimit të instrumentave moderne në qeverisje, si që është bashkëpunimi ndërkomunal, apo bashkëpunimi ndërbashkiak, bashkëpunimi mes njësive vendore, pjesëmarrja në fondet europiane dhe përgatitja për këto. Po pse jo, ne kemi guxuar që të kemi, duke marrë parasysh faktin që jemi në Shkodër, të kemi një përfaqësim dinjitoz të shoqërisë civile në të gjitha bashkitë e komunat dhe veçanërisht komponentin gender, atë të grave në qeverisje, po edhe të përmirësimit të punëve të komunitetit. Synimi i DLDP-s ka qenë jo vetëm krijimi i praktikave përmes metodave të reja, mbështetur në përvojën më të mirë të universiteteve dhe qendrave kërkimore zvicerane, si EPFL, Universiteti Teknik i Lucernës, por edhe edukimi i vazhduar i ekspertëve të administratave publike për t'i kthyer në pjesë të përvojës së përditshme të administratave vendore. Për qëndrueshmërinë e këtyre praktikave, është aplikuar shpërndarja përtej laboratorit të programit, përmes konkurseve të praktikave më të mira, publikimeve të tyre, në bashkëpunim me aktorë në nivel kombëtar dhe rajonal. Unë mendoj që ka qenë një bashkëpunim shumë i suksesshëm, jo vetëm për komunën Kallmet, por për mjaft njësi vendore të qarqeve Lezhë dhe Shkodër. Pasi këto projekte jo vetëm që kanë ndikuar ndjeshëm në forcimin e kapaciteteve në administratën njësive vendore, por kanë ndikuar drejt për drejt edhe si projekte apo shpërndarja e praktikave më të mira edhe në nivel kombëtar, çka realisht shërben si program motor për gjitha njësitë vendore në Shqipëri dhe jo vetëm për qarqet Lezhë dhe Shkodër. Përpjekja për të bashkërenduar investimet në fushën e shërbimeve dhe infrastrukturës, e kombinuar me asistencën teknike dhe ekspertizën e specializuar, ka rezultuar në një numër projektesh të suksesshme. Aktor ka qenë komuniteti, vendimarrësit politik, administratat, por edhe institucionet në nivel rajonal e kombëtar. Unë tashmë kam punojës administratet të përgatitur dhe të aftë për të pas mundësi të meteshme për të aplikuar vetë tashmë, për të u futur vetë në konkurim për të marrë projekte që i shërben jo vetëm kësaj lloji fushë, por edhe fushave tjera të aktivitetit që ka bashkia. Testimi në praktik i hartimit dhe zbatimit të projekteve me karakter ndërvendor ka qenë një përvojë shumë i mirë, si më thoj në disa fusha, dhe e bashkuar me traditën e programit për të lënë praktika të kodifikuara e bën shumë komode për çdo që punon në fushën e zhvillimit për të replikuar këto praktika. Një ekip i motivuar teknicienësh vendor
mund të ndikojë për një vendimarrje me konsensus politik, por edhe në rritjen e besimit të komunitetit tek përpjekjet e pushtetit vendor. Kjo është bindja e grupeve tematike të ekspertëve, të ngritura në fushat ku DLDP ofron asistencë. Si një program i fokusuar tek ndërtimi i kapaciteteve, DLDP nga njëra anë synon krijimin e administratave eficiente dhe transparente, nga ana tjetër rritjen e përgjegjshmërisë së komunitetit dhe konsiderimin e praktikave e përvojës së komuniteteve vendore për përmirësimin e politikave kombëtare. Bashkëpunimi kryesor ne nuk e konsiderojmë thjesht bashkëfinancimin apo përfitimin e këtyre granteve për investimet që janë bërë në ana ndërtimore, qoftë për qendrën e riciklueshme, qoftë edhe për ndërtimin e murit rrethues të shkollave, por kryesisht tek asistenca teknike në hartimin e projekteve, në përgatitjen e dokumentacioneve konform ligjit, kryesisht edhe e fundit që është edhe hartimi i planit buxhetor afatmesëm. Unë shoh një ndryshim dhe një nemes të madhe që jep metodologjia re në hartimin e PBA-s dhe planit strategjik, ku nëpërmjet këtij hartimit, nëpërmjet përdorimit të kësaj metodologjie të re dhe instrumentit të ri, dalin në pa sfidat dhe lidhjet mes buxhetit afatmesëm dhe planit strategjik. Bashkëpunimi midis Agjencisë së Prokurimit Publik dhe programit të DLDP-s ka qenë shumë i suksesshëm dhe me vlerë për Agjencinë e Prokurimit Publik. Si rezultat i këtij bashkëpunimi, për herë të parë, një propozim i ardhur nga një program që vepron në nivel lokal ngrihet në nivel kombëtar, sikurse ishte propozimi për miratimin e një udhëzimi nga Agjencia e Prokurimit Publik për bashkëpunim midis autoriteteve kontraktore, e sidomos atyre në nivel lokal. Ne mund të themi që DLDP-ja dhe bashkëpunimi me ta na ka bërë që të ndryshojmë një pjesë të madhe të udhëzimit për hartimin e projekt buxhetit afatmesëm. Sigurisht na ka bërë që të ndryshojmë edhe disa gjëra lidhur me mënyrën se si duhet trajtuar gjërat në pushtetin vendor. Të gjitha shërbimet i marrëm këto, në këtë zyre, edhe ndryshimja sepse këto koha për ne ka tepër vlerë, në qoftë se sot për shembull i marrëm për 10 minuta, atëherë përpara duhet e një ditë ose gjithë para ditën njerëzit ishin më rrallë. Këtu është bërë një lulishte shumë e bukur, e cila jo vetëm ka zbukuru qytetin e Repsit, por u shërben shumë edhe qytetarëve, të cilët pushojnë maziteve kur është koha e mirë dhe ka ndryshuar pamjen shumë qytetit. Përpara këtu ka qenë një ndërtesë e cila ka qenë shtrurur në një gërmadh. Për një program që punon si DLDP, duke bashkërnduar asistencën ndërkombëtare me ato kombëtare, krijimin e platformave të nxënit mes njësive vendore, por edhe kontributin e tyre në dialogun për decentralizim, bashkëpunimin me pushtetin vendor, por edhe përfshirjen e komunitetit në vendimarrjen vendore, shkëmbimin e përvojave dhe advokimin për ndryshim në bashkëpunim të ngushtë me programe si motra, partneriteti, koordinimi dhe të punuarit në sistem përbën kyçin e suksesit. I've worked for now almost 6 years in the DLDP program in Northern Albania in different functions. It was a great privilege for me. And I have learned a lot, and also it changed my perception towards the work. Maybe the most important learning is the fact to understand the importance of building up a relationship of trust, to building up good communication with the partner. This was the most important learning for me. I have understood that only with a trustful relationship one can achieve results in our work.
Komuniteti DLDP-s nuk është një laborator mekanik, ku inputet përkthehen outpute. Përkundrazi, përpjekjet e të gjithëve ka nevojë për kujdes në mënyrë që të kthehen në rezultate të qëndrueshme. DLDP, mbi të gjitha është një komunitet njerëzor, ku individ të motivuar, ekspert, teknicien, politikan, antar të komunitetit, gjejnë hapësirën e nevojshme për të transformuar vetveten e sjell ndryshimin. Dy vite më parë, nga bashkëpunimi me DLDP-n, ka ndryshim thelbësor. Unë sot di të drejtoj një këshill bashkiak, jam e aftë të menaxhoj gjithë punët e komunitetit, jam e aftë të jem pjesë e koordinimit dhe bashkëpunimit të rrjetit të grave, dhe kam arritur të promovoj dhe gra të tjera për një karrierë. Dhe ajo çfarë personalisht kam filluar tek DLDP-ja janë dijet e mia përsa i përket ekspertizës në trajtimin e çështjes, procedurave, metodologjisë, punës si një ekspert i pravarur në drejtim të mbështetjes së njësive vendore, dhe mendoj që me këtë eksperiencë shumë të vlefshme do t'i bashkohesha pozicionit të prefektit të qarkut Shkodër. My name is Emily. I am an environmental engineer and I used to work in the past for the Nestlé company in an industrial environment. Now I work in Switzerland for a Swiss company, CSD, who is dealing with environmental problems. I am more involved in waste management, and that's the reason why I am working here with the LDP for the waste management in Albania, in Shkodra. And by working with the LDP, I could learn more about all the complexity of such a project, how the political involvement is important, how we have to deal with all the institutional problems. So I think this work can make me a better engineer who is more aware of all the complexity of such a project. Ajo që si politikan, si deputet, por edhe si kryetari i Bashkisë Fusharës, më ka bërë të jem mirë me projektin, ka qenë përvoja e bashkëpunimit në grup, por edhe lidhja me qytetarët. Politikant realisht atje gjenë shtetin, e gjenë të zgjelësit, dhe duke qenë se kam punu gjatë me këtë projekte, më ka bërë që t'jem shumë i lidhur me banorët e zonës dhe me zgjelësit e mi. Unë mendoj që është rasti për të nënvizuar një linjë shumë të rëndësishme. Në anë të programit ne kemi standarde më të mira europiane në një pjesë të mirë të ADEU tonë, ato standarde që janë nga më të zhvilluarat në Europë, si që janë standarde zviceriane. Me anë të programit ne kemi mundësi të kombinojmë dy realitete shumë të mira dhe praktika shumë të mira. Programi zvicerian dhe praktikat e qeverisjes vendore në Shkodër. Me anë të programit ne kemi bërë të mundur që të rrisim peshën e demokracisë vendore të civilizimit shkodran brenda gjithë civilizimit shqiptar. Dhe frutet janë të dukshme. Frutet janë aq të dukshme sa bashkëpunimi zvicerian vazhdon ta konsideroj prioritet decentralizimin në Shqipëri dhe shpërndarjen e këtyre praktikave të mira që ne kemi vendosur së bashku që nga donatorët zvicerian, Ministria dhe Brendshme dhe Qeveria Shqiptare, aktorë të tjerë, veçanërisht të zgjedhërit vendor dhe administratat vendore atje. Paruar në asnjë rast komunitetet dhe shoqërinë civile që kanë një rol të veçantë. Fal përpjekjeve, përkushtimit dhe vizionit për një qeverisje të mirë, rrugtimi ynë vazhdon. Së bashku mund ta bëjmë ndryshimin.